Një vend në cilin pavarësisht nga shtirat toka të kishin përmbytura. Një vend në cilin kudo dukeshin mjetet makineritë e prodhimit e punimit bujqësor. Një vend në cilin nafta ishte me shpim krejt tjetër nga Shqipëria. Në cilin kanalet funksiononin. Pra, Kosova një shtet histori as 2 dekadash. Shqipëria shkon në 113 vjetorin e saj e rënuar nga narkoshteti. E rënuar në mënyrë katastrofale. Të gjitha këto janë shprehje një rënimi. Së dyti, çështja Rama Balluku është unike në Europë. Unë u them shqiptarëve se prokuroria dhe gjykata kanë përdorur masat më lehtësuese që mund të përdornin ndaj Lubi Ballukut dhe Edi Ramës. Së pari, është faktuar tani në mënyrë të pamohueshme se çdo akt, çdo veprim i Lubi Ballukut për tunelin e Llogaras është i diktuar nga Edi Rama. Dhe prokuroria jo vetëm që s'ka ngritur akuzë, por po e lejon atë të bëjë gjithçka për të penguar hetimin, për të prish provat, për të mbrojtur Belinda Ballukun në fakt veten e tij. Së dyti, prokuroria ka qenë lehtësuese, sepse cili do që lexon akuzën e saj, konstaton se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, keqbërës të poshtër, që janë sjellë me paratë e takspaguesve shqiptarë në mënyrën më banditeske, që kanë vjedhur dhe shpërdoruar me dhjetra qindra milion në bashkëpunim njëri me tjetrin, në bashkëpunim të ngushtë njëri me tjetrin. Dhe kjo nuk është një person, po këtu janë Lubia, disa drejtorë, disa punojës përgjegjës të prokurimeve, të gjithë së bashku. Dhe prokuroria heziton t'i quajë